Pas ndryshimeve të fundit në përbërjen e kabinetit qeveritar, Këshilli i Ministrave ka zyrtarizuar edhe lëvizjet korresponduese në organet drejtuese të institucioneve në varësi. Përmes një vendimi të fundit është ndryshuar përbërja e Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ku Belinda Balluku nuk do të jetë më pjesë e këtij bordi. Ky ndryshim vjen sipas së lirimit të zonjës Balluku nga detyra e zëvendës kryeministres. Sipas pikës 1 të vendimit të ri, vendi i saj në Këshillin Drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit i kalon Albana Koçiut, e cila mban tashmë postin e zëvendës kryeministres. Ky është një proces teknik që pason emërimet e reja në pushtetin qendror, duke deleguar përfaqësimin te titullarët aktual. Përveç këtij ndryshimi, vendimi i qeverisë ka prekur edhe një tjetër pozicion në këtë këshill. Ana Kapaj, në cilësinë e zëvendës ministres së arsimit, është zëvendësuar nga Olta Manjani, e cila mban postin e zëvendës ministres së ekonomisë dhe inovacionit. Këto ndryshime në vendimin numër 199 datë 10/4/2019 reflektojnë strukturën e re të ministrive dhe titullarëve të tyre. Vendimi është firmosur nga kryeministri Edi Rama dhe hyn në fuqi menjëherë pas botimit në fletoren zyrtare, duke përmbyllur kështu kalimin e kompetencave përfaqësuese të zyrtarëve të rinj të emëruar.